drejt për së drejti tek ferma VIP. Atëherë, do të shohim se cilët do të jenë dy fermerët që do të përplasen me njëri tjetrin për finalistin e parë. Finalisti i parë do të zgjidhet nga publiku, por do të parazgjidhen dy fermerët më të pëlqyer nga ferma. Nga ferma, sepse është shumë e rëndësishme edhe bashkëjetesa edhe fakti se si janë relacionuar ata me njëri tjetrin, kështu që unë do të shkoj tek secili prej tyre për t'i pyetur se emrin e kujt do të shkruajnë në tabelën që kanë në duar si finalist i parë. Dy personat më të votuar do të shkojnë në televotim dhe të hënën do të zbulojmë së bashku se cilin do të votojë publiku shqiptar për të çuar finalist të parë në finalen e madhe të datës 15 qershor. Atëherë, do shkojmë në të gjitha ambientet një nga një. Ju lutem si fillim më mundsoni lidhjen me Mozën që është tek Agaj. Atëherë, Moza, dëgjohem te ti? Po. Ti ke në duar një tabel dhe një shkumës. Po. Në atë tabel do të kërkoj të lutem të më shkruash, sipas teje, cili duhet të jetë finalisti i parë i ferma VIP 3. Ua, më falë, unë bëra një listë këto nominoja. Jo, në fakt nuk është për nominime sonte. Ne jemi shumë pranë finales së madhe, Moza. Dhe në finale, ju e dini, unë e kam thënë më shumë sa njerë, do të shkojnë 5 prej jush. Po. Mirë po, Agaj ka vendosur që sonte të pyes se cilin prej jush, se cilin dëshironi ju të çoni në finale, në qoftë se do të zgjidhni vetëm një person. Kë zgjedh ti? Unë do zgjedh Bujakën. Në rregull, shkruaj emrin e tij. Okej, mund ma tregosh të lutem? Mund ma tregosh tabelën? Okej, perfekt. Në rregull, Moza, faleminderit. Kemi mbaruar këtu. Okej, do qëndrosh aty, nuk do kthehesh, do qëndrosh aty të lutem derisa të them më vonë. Mirë, pas Mozës, mbyllim lidhjen me Mozën, shkojmë tek Sara, e cila gjendet tek Arena. Sara, më dëgjon? Po. Atëherë, do të kërkoj të lutem në tabelën që ke aty pranë, Po. të shkruash me shkumës emrin e personit që ti dëshiron të jetë finalist i parë. Ç'ishte kjo bombë? Arbana, unë do t'i qëndroj asaj që kam thënë që në fillim, edhe unë marrëdhëniet si në jetë edhe këtu brenda i vlerësoj, kështu që patjetër që do zgjedh Romirin. Në rregull? Mbyllim lidhjen me Sarën dhe shkojmë tek Vila, aty ku është Klevisa. Klevisa, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Atëherë, bukuroshe, të lutem, merre tabelën, shkumsin, dhe më shkruaj aty emrin e personit që ti dëshiron që të jetë finalist i parë i këtij edicioni të Ferma VIP. Okej. Ta them? Po, Stonin. në rregull. Faleminderit Klevisa. Faleminderit ty. Mbyllim lidhjen me Klevisën dhe shkojmë aty ku është Romiri, tek skena. Romir, më dëgjon? Të dëgjoj. Të lutem, në tabelën që ke aty me shkumës, shkruam emrin e fermerit që ti dëshiron që të jetë finalist i parë i këtij edicioni.
26. Ja se po e shkruan. A mund ta tregosh? Okej, e lexuam. Faleminderit Romir. Do të shkojmë, ju lutem, tek Bujaka. Jaka, më dëgjon? Jaka? Mund thoni lidhjen me Bujakën? Jaka, më dëgjon? Po. Atëherë, të lutem, ke një tabelë aty dhe një shkumës. Po. Do më shkruash në atë tabel emrin e fermerit që ti dëshiron të dërgosh në finale si finalist të parë. Po. A mund ta shoh Jaka? S'ki qa se dihet. Ja. Okej, jo se nuk e dija, por gjithsesi. Në rregull? Gjithmonë. Faleminderit. Do shkojmë tek Iliri, i cili është në një nga dhomat e gjumit. Ju lutem mundsoni lidhjen me të. Ilir? Barbana. Atëherë, të lutem, do të marrësh tabelen që ke aty bashkë me shkumsin. E në atë tabel do më shkruash emrin e fermerit që ti dëshiron që të jetë finalist i parë i këtij edicioni. Okej. Me arsyetim apo pa arsyetim? Si të duash ti. Okej, unë mendoj që sado që kemi pasur ato fërkimet tona, konfliktet e më thetë thash, por këti personi unë një gjë, dhe këtë ja kam thënë edhe disa fermerëve tjerë, miqve, themi, nuk mund t'ja mohoj. Dhe kjo gjë është originaliteti që ky person ka. I pa diskutueshëm, në të gjitha sfumaturat e veta, me të gjitha të mira dhe të këqija dhe veta. Po ky emër është Moza. Okej. Fillim lidhjen. Dhe do shkojmë tek Fakiri, aty ku na pret Visi, Visi që qenë ka shtrirë, qenë ka reatuar, mundsoni lidhjen, Vis. E dashuroj këtë Fakirin. E po sigur s'ke patur mundësi që të qëndrosh aty, a? Jo si status me përdënim, po e dashuroj kështu, dhe më thënë që të keshi tokë si kjo, për kaq ka nevojë robi, s'ka nevojë më shumë se E kjo. vërtet. Atëherë Vis, Yes, jepi. ke një tabelë aty Po. dhe një shkumës. Po. Te ajo tabela kam nevojë të shkruash emrin e personit që ti do dëshiroje të ishte finalist i parë i këtij edicioni. Okej. Në rregull? Okej, Vis, mbyllim lidhjen me Visin dhe do të shkojmë tek Soni, e cila do të jetë e fundit në këtë votim. Ju lutem mundsoni lidhjen. Son. Po. Ja te kemi bashk, tek tabela që ke në duar dhe shkumsi, Po. do të shkruash, të lutem, emrin e personit që ti dëshiron që të jetë finalist i parë i këtij edicioni. Mund ta shkruaj tani? Po. Në rregull. Okej, Sonit, falenderoj dhe do kthehem tek ju pas pak. Do qëndroj këtu? Do qëndrosh aty, do të them pas pak. Po. Mbyllim lidhjen. Okej. Dhe, më korrigjoni nëse gaboj, por kam përshtypjen se dy më të votuarit janë Moza dhe Romiri.